në Islam. Përpara çdo gjëje tjetër, në Islam është farz të besosh se Allahu është një dhe i vetëm. Kelimej tauhidi, ky parim i fesë islame që konsiston në besimin se Allahu është një, i vetëm e përveç tij s'ka asgjë tjetër që meriton të adurohet, në Kuranin Kerim dhe Hadithe Sherif, në formën më koncize, është përmendur La ilahe illallah, s'ka zot tjetër përveç Allahut. Të gjithë pejgamberët, e sidomos Idrisi a.s., Nuhu a.s., Hudi a.s., Salihu a.s., Ibrahimi a.s., Shuaibi a.s., Musai a.s., Iliasi a.s. dhe Isai a.s. janë përpjekur me të gjitha forcat të shpëtojnë popujt e tyre nga idhujtaria e të nxisin ata drejt besimit dhe adhurimit të Allahut Teala. Madje, disa prej tyre kanë dhënë edhe jetën për këtë qëllim, por nuk e kanë arritur dot rezultatin e shpresuar. Këtyre popujve nuk ju është bërë rrezik dita e besimit. Detyra për të marrë krejt i vetëm me botën idhujtare që reflektonte shirk gjithandej e ishte zhytur në krizë fetare, morale e shoqërore dhe për të marrë rezultat, ju ngarkua pejgamberit të fundit, Muhammed Mustafait. Pejgamberi jonë ngarkua me detyrë që duke filluar nga Meka e rrethinat e saj, të niste të ftonte njerëzit në rrugën e drejtë të Allahut Teala, në fillim me fjalë të mençura e me këshilla, e ata që e pranonin ftesën t'i përgëzonte me mirësitë e xhenetit. Gjithashtu, u ngarkua edhe me detyrën shumë të vështirë, por fisnike, që ata të cilët nuk e pranojnë ftesën, t'i friksoj me ndëshkimin e xhenemit dhe të vazhdoj përpjekjet e tij derisa e keqja dhe intrigat të zhduken. Feja islame të triumfojë mbi fe tjera dhe njerëzit të thonë La ilahe illallah, Muhammed Resulullah, që do të thotë s'ka zot tjetër përveç Allahut dhe Muhamedi është i dërguari i tij.